Ne do të shkojmë në Vlorë pasi tregtarët e tregut industrial protestojnë sërish edhe sot para mbledhjes së Këshillit Bashkiak, madje kanë kërkuar që të marrin pjesë në mbledhjen e sotme. Protesta e tyre vjen prej disa ditësh. Por çfarë ka ndodhur në Vlorë gjatë paraditës së sotme? Kemi raportimin e kolegut ton Armand Xhelili. Përshëndetje Mandi. Përshëndetje, në fakt sikur se tha dhe juve, një pjesë e tregtarëve të tregut industrial në qytetin e Vlorës janë mbledhur sot përpara Pallatit të Kulturës, aty ku po zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, për të marrë pjesë dhe për të patur një takim me kryetarin e bashkisë Brunilda Mersini. Megjithatë, tregtarët të cilët protestuan rreth orës 10 deri në orën 10:30 nuk u lejuan nga forcat e policisë bashkiake që të hyjnë brenda mbledhjes së Këshillit Bashkiak, aty ku do të diskutoheshin disa pika në rend të ditës, por që sipas tregtarëve duhet të ketë dhe një dialog për sa i përket zhvendosjes së tregtarëve derisa të bëhet tregu i ri. Më herët Bashkia e Vlorës ka pasur dhe projektin për sa i përket zhvendosjes së tregut industrial të qytetit të Vlorës, pra duke e zgjeruar zonën historike dhe në atë pjesë ku prej vitesh ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtarët e tregut industrial. Megjithatë, sipas tregtarëve nuk janë kundra zhvillimit të tregut të tyre, pasi dhe kushtet kanë qenë jo fort komode për sa i përket punës së përditshme të tyre. Megjithatë, ata kërkojnë që të diskutohet se ku do të shkojnë, sa do të qëndrojnë dhe cilat janë kushtet nga ana e bashkisë, apo nëse do të kenë një bashkëpunim me tregtarët deri në krijimin e tregut të ri dhe se çfarë do të bëhet me ta me krijimin e tregut të ri, se si do të funksionojë. Megjithatë, ata thonë se një pjesë kanë patur dhe një takim me kryetarin e bashkisë, por që nuk kanë arritur asnjë të përbashkët, pra asnjë marrëveshje të përbashkët, dhe për këtë thonë se do të protestojnë sërish edhe në ditën në vijim. Mirë, i ndjekim çfarë kanë deklaruar. Po, kemi ardhur të bëjmë sensibilizim. Duam të dim ku. Ne po na hedhin poshtë, po na përshkatojnë, po na marrin bukën e gojës. Sa vite keni që punoni në treg? 33 vjet. 33 vjet rregullisht me tatim me taksa. Sot një për një lejuar për një. Jo, nuk na lejojnë, na konkretisht ku i kemi politikë. Nuk na lejojnë. Na thanë që datën 30 vjen mbledhjet Këshilli Bashkiak do vendosin. Konkretisht na thanë antarët e Këshillit Bashkiak na thanë që nuk është në rend të ditës. Fare. Unë kam 30 vjet që tregtoj atje. Të gjitha kushtet në treg i kemi kryuar beton. Sot nuk kemi vajtur 2-3 herë, na ka thënë ku të vemi, kemi dhënë disa alternativa. Kjo është private, kjo është kështu, kjo është ashtu. Kur të bëjnë mbledhje Këshilli ka thonë, hajdeni ta diskutojmë, do vendosin se çfarë do bëjmë. Jeni pengur të merrni pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak? Po, tani s'na la policia. Ne kemi 35 vjet që punojmë atje. Jemi pro zhvillimit, të na bëjë një treg të ri, kryetari e bashkisë, se ajo thot që e ka bërë ai dredha ka hedh firmën. Ku e ka transparencën? Kemi miliona lek brenda. Të më jap lekët e mallit dhe unë liroj vendin. Jemi pro zhvillimit. Po atje janë 500 familje me 5.000 nga mbas. Ndërkohë, Mandi, sot pritet të jetë një vendim nga Këshilli Bashkiak dhe a ka pasur më herët një reagim nga ana e kryetarit të Bashkisë së Vlorës? Në fakt ka qenë disa pika të tjera në rend të ditës, ndër të tjera ka qenë dhe zhvendosja e transportit urban dhe interurban, të cilën do të zhvendosen nga zona në cilat ndodhen në hyrje të qytetit të Vlorës, por që ende nuk ka një rend dite lidhur me tregun industrial. Kështu që të paktën ata këtë kërkonin tregtarët që të ishte në rend dite në diskutim dhe se çfarë do të bëjë me tregun industrial apo se si do të funksionojë puna e tyre në ditën në vijim. Megjithatë është në protesta në cilat e kanë patur dy protesta të mbarshme brenda Këshillit Bashkiak, janë pritur edhe nga kryetaria, por që nuk kanë arritur një dakordsi. Ata e kanë thënë vetë në intervista në të cilën janë shprehur se janë lajmëruar në ditët e fundit, nëse do të kishte të paktën një lajmërim dikute 15 apo 20 ditë më përpara, dhe ata do të merrnin masa me qëllim të mos furnizonin apo të mos kishin më furnizim, pasi sipas tyre do të ngeli stok dhe do të ketë një dëm ekonomik për ta të fundit. Megjithatë, do të shkojmë se si do të shkojë, nëse do të ketë një takim sërish me kryetarin e bashkisë apo një marrëveshje të përbashkët mes tregtarëve dhe Bashkisë së Vlorës, se si do të funksionojë tregu industrial.
Faleminderit Mandi për gjitha këto informacione. Në rast se do të ketë zhvillime, menjëherë do të kërkoni linjën. Ishim në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë mbi protestën e tregtarëve në qytetin e Vlorës për tregun industrial. Fokusohemi në të tjera zhvillime.